Audhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Imami duhet me majt shënim për çdo aktivitet të tij, si në mrenda, ashtu edhe jashtë xhamisë. Si çdo firmë, çdo institucion që mban shënime, mban letrat e veta, i ka aktivitetet, i ka statistikat, edhe imami duhet me mbajt shënime për çdo gjë. Është mirë me marrë një fletore më të madhe, me kopertina të forta, edhe me shënu aty rastet e dekjes. Sa raste dekjes ka pas mrena vitit. Shembull, duhet me shënu tubimet tjera, për shembull sa fejesa i ka pas mrenda vitit. Edhe me shënu filan datën, kam shku te filan personi ka fiju djalin ose çikën. Pastaj me shënu martesat, me qenë fletore e jotja me statistika doan personale. Fletore personale. Pastaj me shënu sa derse ose në gjumajeve çfarë hutbe ke majt. Çfarë tema ka pas. Këtë gjumaj ka majt këtë hutbe. Me shënu përveç gjumaj sa derse tjera i ke pas, më ranë në xhami. Pastaj me shënu sa derse tjera i ke pas në për shtëpiat xhamatit. Sa njerëz kanë thirr në shembull në me pi çaj, me pi kafe në shtëpi për çef. Sa tubime i ke pas caktume, për shembull në shkollë. Sa nxënësa kanë mësu të ti mrenda qiti vite, emrat e nxënësave. Një ditar sa çfarë sure kanë mësu, cilat lutje kanë mësu, cilat mësime apo në cilat shkenca kanë mësu. Edhe ti mrena vitit pastaj e bën një kalkulim për gjithshëm. I kum pas 30 derse, i kum mësu 200 nxënësa, mas paku kanë mësu 4 sure, mas shumë ti kanë mësu 20 sure, 3 prej tyne kanë hinë Koran, 2 prej tyne kanë ba hat me Koranin, i kum pas 20 fejese, i kum pas 30 martesa, i kum pas 12 vdekje mrenda vitit. Këto statistika nuk është se ty ka me t'i lyp dikush, por se kjo tregon se imami ka rregullore, imami ka kujdes ndaj xhamatit vet. Imami ka planifikim për xhamatin e vet. E kqyr si vjet a ka qenë më mirë, a ka qenë më dopt, a ka pas më shumë shtim të aktiviteteve apo mungesë. A ka pas më shumë nxënësa si vjet apo vitin e kaluar. Çka më vjen si vjet i mësova nxënësat çto tema. Ajde atë kalojnë tema tjera. A më mbet akoma në çato tema. A janë rrun nxënësat, a janë çata të njëjtit. Sa djemtri si vjet kanë filluar me fal shembull namazin. Etjer. A ka pas ndonjë shkurorzim mrena në lagje ku jam imam ose në fshat. Domethënë, kjo i jep me kuptu se imami ka rregullore, imami ka mban statistika, imami është njeri domethënë me rregulla, nuk është vetëm shkel e shko me i bo punën e vet. Edhe kjo do ta nxiste domethënë për aktivitete më tepër të hajrit. Po ashtu edhe mangësitë e veta duhet me shënu aty në këto statistika, në këto shënime. Për shembull, me cek këtë muaj nuk i kom fal 3 sabaha në xhami. Muajin tjetër nuk i kom fal 2 dreka. Muajin tjetër këtë, edhe do më thonë me këshyr se a ka pas rënje nga vetja ti, të vetja ti apo ngritje. Edhe vallaj besa, këto statistika, po të regoj prapë po thëmë prej përvojës, këto statistika të nxitin më konë gjithmonë më mirë, se njeri cili thot unë i majnë men, nuk i majnë men, kemi majtë men një vit 2, vitin e 3 kemi harru senet e para 3 viteve. Andaj mbaj statistika edhe shënime për çdo gjë të cilën ti çdo aktivitet që bën brenda xhamis ose jashtë xhamis me xhamat edhe me raste tjera. Lutë Allahun azza që na bëj për atyre që jemi të kujdesshëm këto pika dhe gjithmonë shkojmë ka avancimi, ka përmirësimi e nuk shkojmë mbrapa. Allah azza na falte na mëshiroft. Ju lënë mëshirën e Zotit. Selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh.